Vlera e surës El-Beqare. Surja Beqare është surja më e gjatë e Kur'anit famëlar dhe e dyta për nga renditja. Ajo ka 286 ajete dhe është një sure e cila është shpallur në Medinë. Çfarë vlere ka surja El-Beqare? Abasi radiallahu anhu ka thënë: në betejën e Hunenit isha bashkë me të dërguarin e Allahut me Muhammedin a.s. mbi kafshë, të cilën ja kishte dhuruar El Gjudhami. Kur muslimanët e braktisën fush betejën, i dërguari i Allahut më tha: O Abbas, thiri bartësit e Semures dhe bartësit e surës Beqare që të kthehen në fush betejë. Unë kisha zë të lartë, prandaj edhe pejgamberi a.s. më urdhëroi të thërisja, e unë fillova të thëras: O bartësit e Semures, o bartësit e surës Beqare. Ky lloj epiteti, bartës i surës Beqare, vazhdoi të jetë i tillë edhe pas vdekjes së pejgamberit a.s. Madje ky lloj epiteti u bë simbol i atyre personave që e dinin këtë sure. Urwete ibn Zubair ka thënë: në betejën që u zhvillua kundër Musaileme el-Kadhabit, motoja e shokëve të pejgamberit a.s. ishte: o bartësit e surës Beqare. Pejgamberi a.s. ka thënë: çdo gjë e ka kulmin e saj dhe kulmi apo maja e Kur'anit është surja Beqare. Kush e lexon atë ditën në shtëpinë e tij, shejtani nuk ka për të hyrë në shtëpinë e tij për 3 ditë. Gjithashtu pejgamberi a.s. ka thënë: mos i ktheni shtëpitë e juaja në vareza, vërtet shejtani largohet nga ajo shtëpi në të cilën lexohet surja El-Beqare. Ebu Hurera radiallahu anhu tregon se i dërguari Allahut dërgoi një grup njerëzish në një ekspedit. Ai, pejgamberi a.s. filloi t'i pyeste njerëzit se sa dinin nga Kur'ani, derisa i erdhi radha njërit, i cili ishte më i ri ndër ta. I dërguari Allahut Muhammedi a.s. e pyeti: o filan, sa di nga Kur'ani? Ai tha: di këtë e atë dhe surën El-Beqare. A e di surën Beqare? E pyeti i dërguari Allahut. Po, u përgjigj ai. Nisu, ti udhëheqësi i tyre, tha i dërguari Allahut. Pejgamberi a.s. ka thënë: lexojeni Kur'anin, sepse ai është ndërmjetësues për lexuesin e tij në ditën e Kiametit. Lexojeni 2 zehrat, dritat, surën Beqare dhe surën Al-Imran, sepse në ditën e Kiametit këto 2 sure do të paraqiten si 2 mjekulla, si 2 re për t'ju bërë hije, ose si 2 krahët e shpendit për të mbrojtur lexuesit e tyre. Pastaj ai tha: lexojeni surën Beqare, sepse mësimi i saj përmendesh është begati, lënja e saj është dëshpërim dhe idhtarët e të kotës nuk e dëmtojnë atë. I dërguari Allahut Muhammedi a.s. gjithashtu ka thënë: emri më madhështor i Allahut nëpërmjet të cilit njeriu i drejtohet Allahut në lutje dhe ai i përgjigjet asaj, gjendet në 3 sure: surja El-Beqare, surja Al-Imran dhe surja Taha. E ky emër është El-Hayyu i përjetshmi dhe El-Qayyumu, mbajtësi i gjithçkaje. Enes ibn Malik radiallahu anhu ka thënë: kur dikush lexonte surën Beqare dhe Ali Imran, konsiderohej me peshë në mesin tonë. I dërguari Allahut alayhis salatu wassalam ka thënë: ai njeri i cili mbart, i di dhe i studion 7 suret e para të Kur'anit është dietar i vërtet.